Podcast.
Zotit, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues institucionësh, shumë të respektuar panelist, të nderuar profesor, studiues, student, zonja dhe zotrinj, mysafir të nderuar. Kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë sot ju uroj mirëseardhje në konferencën e 8 kushtuar mbulesës islame, duke ju falendëruar sinqerisht për praninë dhe angazhimin tuaj në këtë ngjarje me rëndësi shoqërore. Jemi mbledhur sot për të shënuar një shkurtin, ditën ndërkombëtare të mbulesës islame të gruas, një ditë që na fton të reflektojmë mbi marrëdhëniet ndërmjet besimit, identitetit dhe lirisë së zgjedhjes në shoqëritë bashkohore. Ky përvjetor te i kalon dimensionin simbolik dhe shndërrohet në një thirrje për reflektim të thellë shoqëror dhe njerëzor. Diskutimi akademik mbi mbulesën islame është thelbësor për të ndërtuar çësje të balancuara, të mirë informuara dhe të çliruara nga reduktimet apo interpretimet e njëanshme. Në diskursin bashkohor global, gruaja muslimane shpesh gjendet në kryqëzimin e keq interpretimit dhe stereotipit, gjë që e bën edhe më të domosdoshme krijimin e këtyre hapësirave serioze për analizë, dialog dhe shkëmbim mendimesh. Në këtë kuadër kemi nderin sot të kemi mes nesh personalitete të shquara nga fusha të ndryshme, diplomaci, teologji, politik, media dhe shëndetësi, të cilët do ndajnë përvojat, reflektimet dhe këndvështrimet e tyre mbi mbulesën si shprehje identiteti, besimi dhe profesionalizmi. Kjo konferencë nuk përfaqëson vetëm një forum diskutimi, por një hapësirë ku afirmohen vlerat e tolerancës, pranimit dhe respektit për zgjedhjet individuale, vlera këto që e bëjnë themelin e një shoqërie demokratike dhe gjithëpërfshirëse. Në këtë frym, kjo konferencë na rikujton se toleranca nuk është vetëm një nocion abstrakt apo deklarativ, por një përgjegjësi kolektive që kërkon vetdije, ndjeshmëri dhe angazhim të vazhdueshëm. Ajo nënkupton njohjen e identitetit të tjetrit, respektimin e dallimeve dhe gatishmërinë për bashkëtesë në diversitet, duke ndërtuar një mjedis shoqëror ku çdo grua ndihet e respektuar dhe e lirë në zgjedhjen e saj. Andaj ju falenderoj të gjithëve për përkushtimin tuaj për të qenë pjesë e këtij diskutimi të veçantë. Të nderuara zonja dhe zotrinj, në shenjë respekti dhe për t'i dhënë kësaj konference dimensionin e saj solemn dhe shpirtëror, do e filloj programin me disa ajete nga Kurani famëlart. Një mesazh paqeje, urtësie dhe reflektimi universal. Andaj ftoj para jush zonjën Imrane Zariqi për një recitim të bukur nga libri i shenjtë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن
يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Faleminderit shumë Imrane për përgjigjen. Të nderuar të pranishëm, tani do filloj me sesionin e fjalimeve të panelistëve tanë të nderuar, të cilët do ndajnë këndvështrimet e tyre profesionale mbi temën e sotme. Është kënaqësi të ftoj panelistën tonë të parë, zonjën Valbone Bytyqi, ambasadore World Hijab Day për Kosovën, e cila përmes angazhimit të saj ka kontribuar në rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë e respektimit të diversitetit dhe të drejtave të grave. Studiuese e shkencave islame dhe aktiviste e njohur në fushën e edukimit fetar dhe fuqizimit të gruas. Studime diplomike dhe postdiplomike i ka përfunduar në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, ndërsa prej vitesh është e angazhuar si ligjëruese, redaktore fetare dhe organizatore e projekteve edukative për student. Ajo është themeluese e konviktit Elita studentore dhe e Akademisë së Hifzit Elita, duke kontribuar drejt për drejt në mbështetjen dhe edukimin e qindra vajzave dhe grave, për angazhimin e saj të vazhdueshëm në promovimin e të drejtave dhe përkrahjen e grave me mbulesë, që nga viti 2019 mban detyrën e ambasadorës së World Hijab Day për Kosovën, duke qenë një zë aktiv në iniciativa sociale, arsimore dhe ndërgjegjësuese në vend. Zonja Bytyqi do ndajë me ne reflektimet të saj mbi përvojën dhe rolin e mbulesës në kontekstin shoqëror dhe kulturor. E nderuar, fjala është për ju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Me emrin e Zotit, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Falenderimet pafund i takojnë Allahut. Paqja dhe selamet i dërgojmë Muhamedit a.s. familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nderuar përfaqësuese e Bashkisë Islame të Kosovës, zonja Vajide Bunjaku, Podgorica, udhëheqëse e Departamentit të Gruas. Nderuara përfaqësuese nga Kuvendi Komunal i Prishtinës, zonja Adelina Sahiti, e cila sot përfaqëson në emër të kryetarit të Prishtinës, zotëri Përparim Rama. Të nderuara përfaqësuese nga Policia e Kosovës, nën kolonel zonja Zylfie Dema, drejtoreshe e divizionit të policimit në Bashkësi, zonja Fidane Ballazhi, rreshtere, zonja Mirete Dodaj, zyrtare policore. Të nderuara përfaqësuese të Kuvendit të Komunal të Prizrenit, zonja Imran Fusha dhe Rita Drini. Nderuar zonja Kiti Shabanaj, eksperte nga zyra juridike në Kryeministrinë nga Qeveria e Shqipërisë. Nderuar kryetare dhe përfaqësuese e Departamentit të Gruas pranë Bashkisë Islame të Shkupit me krye në Mobera Asanen. Nderuar përfaqësuese nga komuniteti musliman shqiptar në Zvicër, zonja Nazelia Alia Mehmeti. Të nderuar përfaqësuese dhe profesoresha nga Fakulteti i Studimeve Islame dhe Medreseja Alaudin, zonja Muzaqeti Kosumi dhe zonja Merita Buruci. Të nderuar përfaqësuese nga organizata qeveritare dhe jo qeveritare nga vendi dhe rajoni, të respektuar panelist, akademik, aktivist të shoqërisë civile, zonja dhe zotrin. Sot nuk jemi mbledhur për të folur vetëm për një copë pëlhure. Nuk jemi këtu për të diskutuar një element estetik apo një kod veshjeje. Jemi mbledhur për të reflektuar mbi një qëndrim njerëzor, mbi një akt ndërgjegjeje, mbi një identitet që artikulohet mes besimit, dinjitetit dhe shoqërisë moderne. Hijabi në shoqërinë moderne, mes bindjes dhe paragjykimit, nuk është thjesht një titull, por një realitet i përditshëm për miliona gra në mbar botën. Ky realitet prek thelbin e një debati global ku gruaja muslimane shpesh gjendet mes dy poleve, bindjes ndaj Zotit dhe gjykimit të shoqërisë. Është realiteti një gruaje që ecën me bindjet e brendshme në një botë që shpesh e gjykon përpara se ta dëgjoj. Në diskursin bashkëkohor, fjala liri përdoret shpesh, por rrallë analizohet në thellësi. Në emër të lirisë, shpesh vendosen standarde të reja presioni. Në emër të emancipimit, gruaja gjykohet nëse nuk i përshtatet modeli dominues të asaj që quhet moderne. Në këtë kontekst, gruaja me hijab shpesh portretizohet si paradoks, si dikush që ka nevojë të çlirohet, edhe pse ajo vetë ndjehet e lirë.
si dikush që përfaqëson prapambetje, edhe pse ajo është pjesë aktive jetës akademike, profesionale dhe shoqërore. Hijabi për gruan besimtare nuk është imponim, është bindje e vetëdijshme dhe arsyetuar. Është një akt që buron nga reflektimi shpirtëror dhe intelektual, jo nga frika apo presioni. Është një zgjedhje që lidhet me raportin e saj me Zotin, me trupin e saj dhe me vlera që ajo vendos si përfaqësoj publikisht. Hijabi nuk është shenjë dobësie, por është shenjë force e moralit dhe konsistencë etike. Ai kërkon guxim në një shoqëri që shpesh shpërblen konformizmin dhe ndeshkon dallimin. Ai kërkon qëndrueshmëri në një kohë ku identitetet ndrohen sipas trendeve. Hijabi nuk e hesht zërin e gruas. Përkundrazi, ai e bën zërin e saj më të artikulueshëm. Sepse kur pamja nuk është mjeti kryesor i vlerësimit, mendimi fiton hapësirë. Kur trupi nuk është objekt, mendja bëhet subjekt. Hijabi nuk e fsheh identitetin e gruas, ai e çliron atë nga presioni për t'u pranuar përmes dukjes. Ai e hap rrugë një diskursi ku gruaja vlerësohet për kontributin e saj, për dijen, për etikën dhe për ndikimin që ka në shoqëri. Shoqëria moderne ka nevojë urgjente të rishqyrtojë kuptimin e vërtet të lirisë. Sepse liria nuk matet me sa shumë zbulojmë, por me sa jemi të lirë të zgjedhim. Liria është e drejta për të qenë ndryshe pa u penalizuar. Paragjykimi ndaj hijabit nuk është një çështje individuale, por një fenomen shoqëror. Ai buron nga frika, nga padituria dhe nga narrativa të ndërtuara pa përfshirë zërin e vet grave me hijab. Prandaj paragjykimi ndaj hijabit nuk është vetëm paragjykim ndaj një veshjeje, por ndaj një bote të tërë vlerash. Është refuzim për të pranuar se besimi mund të bashkëjetojë me modernitetin. Është mohim i faktit se gruaja muslimane nuk është viktimë pasive, por aktore e vetëdijshme në shoqëri. World Hijab Day në këtë kontekst nuk është vetëm një ditë simbolike apo një aktivitet kalendarik. Është një thirrje për ndërgjegjësim, për dialog dhe për respekt. Është një kujtesë se gruaja me hijab nuk ka nevojë të shpëtohet, por të respektohet. Është një hapësirë ku hijabi shihet jo si barrierë, por si gjuhë identiteti. Prandaj, World Hijab Day është një ditë reflektimi dhe ndërgjegjësimi mbi hijabin si akt adhurimi, shprehje e lirisë së besimit dhe pjesë përbërëse e identitetit dhe dinjitetit të gruas muslimane. Mesazhi ynë, Unity in Hijab, është më shumë se sa një slogan. Është thirrje për unitet përtej dallimeve kulturore, etnike dhe kombëtare. Është një ftesë për solidaritet mes grave që ndajnë të njëjtën bindje, por edhe mes atyre që ndonse ndryshe respektojnë zgjedhjen e tjetrit. Është një thirrje për solidaritet mes grave, pavarësisht nëse ato mbajnë hijab apo jo, për të qëndruar të bashkuara përballë çdo paragjykimi, diskriminimi dhe gjuhe përjashtuese. Unity in Hijab nafton drejt bashkimit, jo vetëm të grave me hijab, por gjithë atyre që besojnë se dinjiteti njerëzor nuk matet me pamje, por me parime. Unitetin e hijab nuk do të thotë një trajtshmëri. Nuk do të thotë të jemi të gjitha njësoj. Do të thotë të jemi të bashkuara në parimin se dinjiteti i gruas është i panegociueshëm. Do të thotë të ndërtojmë ura mirëkuptimi, aty ku për vite janë ndërtuar mure keqkuptimi. Le të ndërtojmë një shoqëri ku gruaja nuk pyetet më pse mban hijab, por pyetet çfarë mendon, çfarë kontribuon dhe çfarë vizioni ka. Le të ndërtojmë një shoqëri ku vajzat rriten duke ditur se identiteti i tyre nuk është pengesë, por është pasuri. Ku besimi nuk shihet si kundërshtar i progresit, por si shtyllë morale e tij. Sepse hijabi nuk është pengesë për pjesëmarrje aktive në jetën shoqërore, akademike dhe profesionale. Ai është dëshmi e gjallë se besimi dhe moderniteti mund të ecin bashkë pa kompromis të dinjitetit dhe pa humbje të integritetit. Le të jetë kjo konferencë jo vetëm një moment reflektimi, por një piknisje për veprim, për më shumë dialog, për më shumë respekt, për më shumë drejtësi në perceptim. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe për guximin që patët për të qenë pjesë e këtij diskursi shoqëror.
Falenderoj zonin Valbona për këtë fjalim. Tani kam kënaqësinë të ftoj panelistin e radhës, doktor Sedat Islami, teolog, i cili do trajtoj temën hijabi përballë paragjykimeve moderne. Doktor Islami është teolog dhe studiues i njohur, i lindur në ushtri me studime të avancuara në Brunei Darussalam. Gjatë formimit të tij akademik është dalluar për rezultate të larta, duke u renditur ndër studentët më të mirë të universitetit. Ai ka ligjëruar për disa vite në Fakultetin e Studimeve Islame, ka shërbyer si imam dhe është pjesëmarrës i rregullt në konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit. Doktor Islami është autor dhe përkthyes i njohur i disa veprave dhe vazhdon të kontribuojë aktivisht në jetën akademike dhe fetare në Kosovë. Ai sot do ofrojë një perspektivë profesionale mbi sfidat dhe perceptimet bashkëkohore rreth mbulesës. Fjala për ju është. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar organizator të këtij eventi të mrekullueshëm, shumë të respektuar panelist, vëllezër dhe motra. Kam kënaqësinë që të ndaj sot kohën me ju në këtë ngjarje me vlerë të veçantë. Do doja t'i uroj organizatorët për këtë punë të shkëlqyer që kanë bërë dhe ta lut Allahun që t'i shpërblej siç ai di dhe ka mundësi. Çështja e mbulesës së femrës muslimane vazhdon të jetë një ndër debatet më të nxehta fetare. Përtej trajtimit si një fenomen kinse i dhunës ndaj femrës, debati ka marrë edhe për masa doktrinare. Më saktësisht është marrë guzim që larg çdo kriteri shkencor e duke shpërfillur çdo kontekst të mundshëm, të interpretohen tekstet kuranore për mbulesën dhe të nxirren përfundimet të gabuara e tendencioze. Synimet, siç mund shihet qartë, janë që duke përjashtuar Kur'anin si burim dhe referencë për mbulesën, kjo e fundit ta humb legitimitetin e saj. Vëllimi i madh i propagandës është bërë e bëhet kundër mbulesës ka për qëllim injektimin e dyshimeve në komunitetin musliman, e veçmas në mesin e femrave se kinse feja na pas shkelur të drejtat e femrës dhe se e pas shtypur atë. Cila është e vërteta e Islamit përkitazi me femrën dhe të drejtat e saj? Islami e ka shtypur femrën apo ja ka rikthyer dinjitetin asaj? Cila është filozofia e mbulesës së femrës në Islam? A është shtypje e represion apo është nderim dhe vlerësim? Në kontekstin historik, roli që Islami ka luajtur sa i përket të drejtave të femrës është revolucionar dhe ky konstatim nuk është as pak i egzageruar. Në regjistrimin historik që Kurani i ka bërë padrejtësive ndaj femrës në shoqërinë arabe para islame, janë përshkruar rastet më makabre dhe më njerëzore që janë bërë ndaj saj. Ajo është varrosur duke qenë gjallë për faktin se është parë pa vlerë, është parë barë dhe turp familjar. E nëse ka mbetur gjallë, asaj i janë mohuar të drejtat, e veçmas e drejta në trashëgimi dhe në pronësim. Këtë periudhë Kur'ani e ka regjistruar si periudha e ignorancës, xahelietit dhe edhe pse ne kemi të bëjmë me një komunitet idhujtar, siç kanë qenë arabët në periudhën paraislamike, gjendja nuk ka qenë hiç më mirë edhe në komunitetet me bazament fetar, siç ka qenë ai i krishter dhe hebrej. Marr parasysh këtë, ndryshimet që i ka bërë Islami sa i përket femrës dhe të drejtave të saj janë nismëtare. Gustav Le Bon, duke veçuar këtë rol të Islamit, ka thënë kësaj: meritet e Islamit për femrën nuk janë thjesht në ngritjen e saj, jo, duhet shtuar se Islami është feja e parë që ka bërë këtë. Prandaj edhe them se këto të drejta janë revolucionare. Para se të kaloj tek çështja e mbulesës, do doja të sjell prova për bazat mbi të cilat Islami e ka ndërtuar respektin për femrën në të 3 etapet e jetës së saj, si vajzë,
si bashkëshorte dhe si nën. Si vajzë, Islami kërkon që mashkulli të mos favorizohet ndaj femrës. Në hadith të saktë, të shënuar në koleksionin e Imam Ahmedit dhe të përcjell nga sahabiu i nderuar Abdullah ibn Abbasi, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë kësaj: Allahu do ta fut në xhennet baban që kur Zoti ia fal një vajzë, ai nuk e mbyt, nuk e përbuz dhe nuk e favorizon djalin ndaj saj. Si grua bashkëshorte, me sjelljen ndaj saj, profeti Muhammed e ka bërë matës dhe tregues të vlerave fetare. Më i miri për jush është më i miri me gruan e tij. Pra, ai që ka sjelljen më të mirë me gruan, ai ka dhe fetarin më të madhe. Si nën, siç e dini, e ka veçuar si njeriu që absolutisht pas Zotit dhe dërguarit të tij e meriton respektin më të madh. Prandaj, nëse i marrim parasysh këto, e kuptojmë se akuzimi i Islamit për kinse dhunë ndaj femrës është dhunë mbi dhunë dhe gënjeshtër që kundërmon. Para se të flas për mbulesën dhe mënyrën se si Islami ka ndërtuar konceptin e tij për të, doja të përmend një detaj historik, se mbulesa nuk është risi e shariatit islam. Në dhjetën e vjetër dhe në dhjetën e re përmendet mbulesa. Pra, edhe para se të shpallej Kur'anin, mbulesa ishte mësim fetar që predikohej gjithandej shoqërive fetare. Sigurisht se në islam mbulesa është koncept më vetëm, siç edhe do të shpjegojmë, por e rëndësishme këtu është që të kuptohet ky detaj historik. Tani, më lejoni që të shpalos para jush konceptin islam për mbulesën. Mbulesa e femrës është e lidhësuar me ajete dhe me hadithe. Në kapitullin Ahzab, në ajetin e 59, Allahu urdhëron e thot: Ja ejuhen nebiju kulli ezwajik, wa banatik, wa nisa'il mu'minina, yudnina alejhinne min gjelabibihin, dhalike edna an ju orafne fela ju udhejn. O profet, thua ju grave dhe vajzave tua, si dhe grave të besimtarve, që të vënë mbulesën e tyre për rreth trupit. Kjo është më përshtatshme që ato të njihen e të mos ngacmohen nga të tjerët. Po kështu Zoti thot: Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Thua ju besimtarëve që ta ruajnë shikimin e tyre, ta ruajnë nderin dhe të mos i shfaqin storit e tyre, përveç atyre që janë të dukshme, le t'i mbulojnë karaharorët me mbulesat e tyre. Këto ajete kanë një rëndësi të madhe, për shkak se krahas aspektit teorik, ato ofrojnë edhe dëshmi historike për mbulesën. Në Sahihun e Buhariut dhe në Sunenin e Ebu Davudit, nga dy nënat e besimtarve, nga Aisha dhe nga Seleme, është vërtetuar se me rastin e shpalljes së këtyre dy ajeteve, gratë besimtare kanë marrë rroba dhe kanë mbuluar veten e tyre, që nënkupton se interpretimi i këtyre ajeteve bëhet pikërisht për mbulesën. Mirë po, nëse ne referohemi teksteve që vetë situam, mbulesën e gjejmë në kuptim të përgjithshëm si diçka e natyrshme tek njeriu. Allahu i madhruar ka përmendur në Kur'anin famëmadh rastin e Ademit dhe Havas. Ka përmendur po kështu edhe mëkatin e parë që është bërë dhe me rastin e atij mëkati si pasojë, si ndëshkim janë zhveshur. Pastaj siç përmendet në Kur'an, wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna, Ademi dhe Havaja kanë filluar që të marrin gjethe nga pemët e xhenetit dhe ta mbulojnë veten e tyre. Që nënkupton se mbulesa është një natyrshmëri dhe jo vetëm. Ne në tekstet të cilat i lexuam, gjejmë edhe detaje tjera që mbulesën e përshkruajnë përtej një rrobe fetare, përtej një mbulese edhe si një identitet. Për shembull, në ajetin që ne lexuam, Zoti thot:
Dhalike edna an yu'rafna fala yu'dhin. Le të vënë mbulesën sepse kjo është më e përshtatshme që ato të njihen. Kjo tregon se mbulesa është përkatësi dhe identitet. Dhe se femra muslimane, siç ka shënuar interpretuesi i madh i Kur'anit Ibn Kathiri, dallon me mbulesën nga femrat tjera. Këtë e gjejmë po kështu edhe në ajetin 33 të kapitullin Ahzab, ku gruas muslimane i bëhet thirrje që të dallojnë nga gratë e periudhës paraislamike dhe praktikat e shëmtuara të tyre të daljes nga shtëpia me rroba të papërshtatshme. Referuar ajetit të mësipërm, cilin sapo e lexuam, disa dietar kanë nxjerrë një përfundim të jetë interesant. Kanë thënë se mbulesa në fakt është tregues edhe i statusit shoqëror të një gruaje. Me urdhrim për mbulesë janë dalluar gratë e lira, pra ato që kanë gëzuar një tretman të veçantë në shoqëri që nuk kanë qenë robresha. Rëndësia e këtij interpretimi qëndron në faktin se hijabi nuk shihet si shtypje e represion, siç provohet të prezantohet, por si tregues i lirisë. Po kështu, referuar ajetit që ne cituam, është thënë se gratë që kanë qenë të mbuluara janë njohur për statusin e tyre shoqëror dhe moral prishurit nuk kanë marrë guximin që t'i ngacmojnë. Kjo tregon se mbulesa është mburoje moralit dhe nderit dhe se një femër e mbuluar është më pak e ekspozuar ndaj ngacmimeve seksuale se një femër tjetër. Siç edhe përmendëm më parë, në çarçe laike dhe jo islame, mbulesa shihet si provë e dhunës dhe padrejtisë ndaj femrës. Por cila është e vërteta? A e ka penguar mbulesa femrën muslimane të avansoj? Si mund thuhet kjo kur ne kemi shembuj pikërisht nga brezat e parë e më saktë nga shtëpia profetike për dijen e madhe të femrës? Kush mund krahasoj me zonjën Aishe, me nënën Aishe dhe diturinë e saj? Ibn Kathiri, duke folur për të, ka thënë: në asnjë popull nuk ka një grua të ngjashme me Aishën. Dhe Hebiu është një prej atyre autorëve më të mëdhenj të muslimanëve që ka një vepër të jashtëzakonshme, një enciklopedi biografike, ka thënë: nuk di për ndonjë grua, jo vetëm nga mesi muslimanëve, por i tërë njerëzimit që ka qenë më e ditur se sa Aisha. Dietarët e mëdhenj nuk kanë përtuar që në biografitë, në CV-të e tyre, të shkruajnë edhe për të gra prej të cilave të kanë mësuar. Për shembull, në Medinë kanë qenë të njohur në brezin e dytë pas sahabeve, kanë qenë të njohur 7 dietar që janë dalluar si 7 juristët e Medinës. Të 7 këta dietar kanë marrë mësim nga Aisha, nga Seleme dhe nga Esma. Esma është motra e Aishës, përndryshe vajza e Ebu Bekrit, Allah të qoftë i kënaqur me të. Ibn Hajar al-Asqalani, që është komentuesi më i madh i veprës së Buhariut, ka shkruar biografitë e 54 grave prej të cilave ka mësuar. Sehaviu ka mësuar prej 85 grave, ndërsa Sujuti, të tregta kanë qenë erudit, ka përmendur 44 gra prej të cilave ka marrë mësim. Tani që mësuam për mbulesën, normën dhe vërtetë e saj, tani që kuptuam se mbulesa nuk është pengesë por siguri, na mbetet të pyesim për gjendjen e femrës sot dhe pasojat që rrezikojnë civilizimin njerëzor. Në një studim cilin UNICEF e ka publikuar në tetor të vitit 2024, janë plot 370 milion femra dhe gra të cilat janë ekspozuar ngacmimeve seksuale dhe rrëmbimit para moshës 18 vjeçare. Janë 370 milion vajza dhe gra që janë ekspozuar dhunës seksuale. Sipas një raporti të publikuar nga Ministria e Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo e 6-ta femër është e kidnapuar ose është bërë përpjekje që të kidnapohet. Në Francë, ndërmjet viteve 2016 dhe 2024,
Përqindja e ngacmimeve seksuale vetëm në transportin publik është rritur për 86%. Pra, një botë gjithnjë më e pasigurt, sigurisht edhe për shkak të koncepteve të gabuara për nderin dhe ruajtjen e tij. Hijabi nuk është thjesht mbulesë, është identitet dhe përkatësi, është mburojë ndaj ngacmimeve të moralprishurve. Hijabi nuk është pengesë për dijen dhe avancimin, fatbarësisht sot kemi shembuj të motrave tona shqiptare që na bëjnë krenar gjithandej globit, cilat janë të angazhuara qoftë në politikë, qoftë në hulumtime shkencore, qoftë në kompani teje të mëdha, kompani globale. Prandaj mund të themi se ato bindje të gabuara se kinse hijabi shamia e pengon një grua nga zhvillimi janë paragjykime dhe asgjë tjetër. Edhe njëherë ju lutem për të organizim dhe lut Zotin që keni sukses gjithmonë. Ju falenderoj për vëmendjen. Falenderojmë profesor Sedatin për këtë elaborim të bukur në këtë spektër të gjerë. Vazhdojmë tek panelistja e tretë, zonja Labinota Ademi Murtezi, e cila është deputete në Kuvendin e Republikës së Kosovës, me një përvojë të konsoliduar në jetën institucionale dhe politike të vendit, e diplomuar në gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës. Ajo ka ndërtuar një karrierë të shtrirë ndër vite në administratën publike dhe në përfaqësimin parlamentar, duke ushtruar funksione të rëndësishme. Si deputete në disa legjislatura, ajo ka kontribuar aktivisht në komisionet parlamentare për shëndetësi, të drejtat të njerëzit dhe çështje të mirëqenies sociale, duke ushuar për angazhimin e saj në promovimin e barazisë gjinore, politikave sociale dhe fuqizimit të rolit të gruas në shoqëri. Zonja Murtezi vazhdon të jetë zë i përkushtuar në adresimin e sfidave sociale dhe në përfaqësimin e interesave të qytetarëve të Kosovës. Sot do flas mbi temën hijabi dhe respektimi i diversitetit në shoqëri. E nderuar, fjala është për ju. Faleminderit për fjalën, doktorish. Nderuar ambasadore Bityqi, të dashura profesoresha mësimdhënëse, edukatore, zonjusha në uniform, përfaqësuese institucioneve, edhe të nivelit lokal dhe të nivelit qendror, të nderuar panelist, të gjithë të pranishëm, zonjusha, motra nga Shqipëria, Maqedonia dhe gjitha qytetet e Kosovës, nëse mund të them, sepse po shoh përfaqësim shumë të madh. Jam shumë krenare që në konferencën e 8 me radhë të World Hijab Day po marr pjesë, vetëm një herë s'ka marr pjesë në herën e kaluar, kanë qenë me angazhime paraprake. Përshfrytëzoj rastin ambasadorës me kërku falje për vitin e kaluar dhe po shpresoj që kemi me vazhdu me bashkëpunu bashkë. Tema e këtij viti dhe tema që trajtoi hoxha profesori për islamin dhe modernitetin, sfidat në modernitet, janë ato që po na ballafaqojnë çdo ditë neve si nëna të reja. Sidomos kur në pyetje është bullizmi. Fëmijët po bullizohen, po shkatërrohen, pse e ki nënën me shami, pse nuk po veshësh me firmë, pse nuk je si on, pse nuk vjen në këto mbrëmje, pse në ato mbrëmje. Andaj jemi para një sfide ku të gjitha ne duhet të angazhohemi që fëmijët tonë të integrojmë në shoqëri, të jemi sa më afër për shoqërisë moderuar dhe të emancipuar, të ecim tutje me trendin dhe me hapat e kohës, të mos mbetemi mbrapa. Nuk lejojmë të mbetemi mbrapa. Ne jemi një shoqëri patriarkale, ne ende nuk e kemi kalu patriarkalitetin, andaj duhet të vazhdojmë tutje, të ecim përpara me modernitetin. Edhe islami ka kushtet e veta, parimet e veta, andaj let punojmë, let integrohemi, mos mbesemi mbrapa në shoqëri. Vetë fakti që në këtë sallë ka kaq shumë gra e vajza, e kaq pak burra nënkupton shumë. Ky është emancipim. Gratë flasin vetë, gratë din vetë, ne jemi të forta vetë. Unë nuk kom rshit, asa las jam tranu. Se po që fillut më këshyrë me zveti, ky ke vetëm një qast ironizimi
me kompleksin e modernitetit në shoqërinë tonë që me të vërtet bash hic po na ka hije. Ama bash nuk po na ka hije. Me provu me e nënçmu një gjini të tërë, vetëm për hir të kuantitetit, sot pse jemi ma shumë gra, e na kanë nderuar me prezencën e tyre 2 kuadro meshkuj, dhe kundërta me provu me i ngrit gratë veç pse janë pjesëmarrëse dikon e me bo gjithmonë që ka thot një mashkull, këto nuk e ka thonë as islami i mahershëm, në islam na e njohim, po peqojnë të mahershëm, as islami tradicional, se s'kemi pas na islam tradicional, na kemi tradit të jetësimit të islamit në trojet tona, pas nuk e thot logjika e shnush. Ne jemi bijat e dikujt, motrat e dikujt, edhe gratë e dikujt, edhe dash Zoti nënat e dikujt. A guxojmë na me thonë kështu? A është ky emancipim? A është ky integritet? A është ky modernitet? Pse duhet me pas kompleks, pse dikush e ka motrën me shami, ose nënën me shami? Ose pa shami? Pse duhet më ndi komplekse një zonë pa shami me zgrave me shami? Absolutisht. Nuk e diskutojmë. Shamia është farsë. Nuk e diskutojmë. Se cila i ka arsyet e veta, pret momentumin e vetë, dëshiren e vetë, vullnetin e vetë. Njerë më ka pyet një gazetare, tha sigurisht edhe ti din shumë raste, unë di shumë raste që janë kam nu shamin me zërë, kështu ashtu, thash ju në hitë se djas një rast. Visht i kallëzama mu, ku është taj rasti, hajde po shkojmë pe gjejmë bashkë dhe pithojmë, qoftë nëse burri e ka obligua, e ka ordnun, qoftë nëse baba mos bramën, se kjo pun shkon me qef, me vullnet. Nuk është pun, nëse ka ti tregama, besëmni që nuk pat rast me më referu. E kjo është shoqëria jonë moderne, ku pretendohet pa argumente, pa qëllime të mira, pa qëllime fisnike. Jetojmë në një Kosovë shumë të mirë, e ka beku Zoti me të natë mirat, me klim të mirë, me popullat të mirë, me racë të jeshme si femrore, si mashkullore, nështë ta qatë shumë përna i ka një nati sa krejt që i gjetat jënë këthy ka një, edhe në aspektin patriotik, edhe fetarë dhe gjithë shka tjetër me radhë, përna edhe di me qëndru. Sepse gjithmonë kemi qenë shoqëri që kemi jetu në diversitet. Musliman e katolik, besador ortodoks, na ka nguc, na kur se kemi nguc ata, na s'kemi pri asë një herë në shere, na vetëm jemi vetë mbrojta, kemi dit me kallëzu që shë mbrojnë pragun tonë, kur ka ardhë momenti, por nuk kemi leju më ucenu e drejta jonë. Ka qenë një herë një kohë, një tentativ me thonë që na e kemi hek shamin këto, e na e kemi hek ferexhen, e ju na e sallët, jo nuk e solla, unë e vnova vetë, po ta që vetë, së më tha kërkush vnoje. Po aty në grave që jo pati hek me zërë, që të shkretat prej turpit as të familja vetë nuk shkëshin se jo vike zërë me dalë në rrugë pa shami se ishin mësua dhe e dojshin. A i organizut bile një kurs të roba qepsisat, frizerësa, me dalë me punu se nëse për shkollë të mirë fell të bovon. A halova është dojshin, fatkeci është me thonë. Gratë e tona dhe komt ju kanë lo musafirve, kërkoj falje për shprejhen. A që këko ka qujt emancipima, vazhdoj shkreta mu maltretu në shpe, a nanën tjetër, pja hekmi ferexhen u bonami. E sot, në vitin 2026, që i shala kemi nis me të marë, vetëm 18 dhe 23% të grave në Kosovë gëzojnë të drejtën e trashëgimisë. Edhe si musliman këtu kemi ngecë, këtu e kemi një ngecje. Se dim të drejtën e trashëgimisë dhe në aspektin fetar. Po dhe në këtë aspektin e emancipimit, kjo flet bëlla, nësë kemi mri do me thonë halon qerek. A sfida, cila është sfida jonë ma e madhe në këtë kohë? Punësimi. Për të gjitha gratë, njërë të veçantë me mbules, sfida ma e madhe është punësimi. Pse? Se s'kemi alos sistem të mirëfelt. Se s'kemi sistem që hulumton kuadro. Që ato kuadro që i ofrohen vetë shtetit nuk i trajton që shduhet, nuk ka konkurse transparente. Vetëm të me konë mbi të gjitha me pa tjetër, mund është ma avancon kushtet barabarta, gjithmonë je pak ma pusht. Po na duhemi me insistu, duhemi me punu, duhemi mu vetë angazhu me krejt mundësi që i kemi. Pse? Sepse muslimanës as një herë nuk i lejohet me lujt viktimen. Ne jemi krenare, kër e kemi vumbulesën, e kemi ditë edhe këtë pjesë, që mund me në ndodhë dhe mund me në ardhë. E kemi te i kalu, e te i kalojmë. Nuk është gjithë shka nanën tjetër kër e bërë një logari për shka po pëna, për shpenzime ditore, prap trashëgimia, po jetë dikon tjetër. Edhe kjo nuk është një leverdiqe që në shkan shumë. Qka
po ndikon në tejkalimin e diversitetit ton? Çka po e zbej diversitetin ton të mirëqenë, ne kemi qenë shumë mirë në diversitet. Po ndikojnë shumë keq mediat. Jemi gjithë vetëdijshëm. Ju japin hapësirë njerëzve fillimisht pa kulturë, pastaj pa dije, me fol, e me thon, e me përqa, deri në atë mas, hajde të kthehemi te feja e të parve, nuk po besoj që na leverdis paganizmi, dhujtaria e këto gjana tjera. Si jemi brena qashtu në praktik? Na jemi popull i Halil Kastratit që për Kërshëndella ju dhuron shtëpi katolikëve. Na jemi musliman të Klinës ku ka një dozë më të madhe katolikësh që katolikët shkojnë për Bajram i rregullojnë, i pastrojnë xhamit, me u bë gati vëllezërve të tyre të gjakut musliman me qenë të gatshme me fal Bajramin. Këta jemi ne. E a duhemi na me rondikem? Ju. Na nuk duhemi me rondikem. Ne duhemi me çdo kusht me rujt diversitetin. Tash po bëj një pyetje që unë ja bëj shpesh vetës. Kush jam unë? Se kur t'ja nisin kështu në për studio televizive me të marrë pyetje, me të bëj presion e represion e nalesh me ndonë, çka po ndodh? Unë jam produkt i dy zonjave këto në rreshtin e parë, Gyltin e Durgutit, Azemin e Kukajt, për të cilat unë edhe ju kemi shumë respekt. Edhe i dy zonjave të tjera, Ardita Bashota Kahrimani dhe Ardita Boshnjaku Nushi, të cilat ju i njehni, por që sot nuk janë këto, prej të cilave unë ka marrë shembuj praktik qysh jetoj unë me krenari, ama me mësua, gjithmonë me mësu shumë, e me vazhdu me dhon kontributin tem në shoqëri. Sepse paragjykimet kanë qenë të dyanshme. Ka qenë ndalume me shku në trajnime, mu avancu, mu shkollu, kanë qenë të ndalume për një ku. Njëherë në një televizion, kom thonë në një intervist, pse të mi pengu mbulesa njerëzve. Kjo është shumë bre femrore, as një burr nuk vënon mbulesa, shumë femrore. Dikush e vënon qavë, dikush e vënon kokë, nuk është kjo helmet. E miron sy dikuj, ua, një femër me helmet. Kjo shumë femrore është. Ka pas reagime që e kesh vlerësu mbulesën. Jo, s'po flas për mbulesën si urdhër, por karshin një personi që nuk e din esencën e mbulesës, i tham, pse duhet ty me të pengu? Pse më duhet mu në fakultetin filologjik, 44 vjetë i kam po tregoj, me më pyet mu dikush, pse para 44 vjetëve ty dikush të kalon emrin Labinot, e ti mon Shami. Qysh ti Labinot me Shami? A unë e dona me kom përgjith se kush dhe pse ma kalon emrin dhe pse unë e mboj Shami. A bashkë po mendon që ti je ma fetare se ona? Jo, bro, nësë po thëmë je ma fetare, as ti mësu komplekso. Ti nështë ta je ma fetare, ti vazhdo me tondën, unë vazhdoj me temën. E njeri duhet këtë shembuj me zveti, duhet t'i kontriboj diversitetit, duhet t'i respektoj vlerat e të tjerve. Një pyetje tjetër që shpesh më zhbo, pse s'po reagon për lëvizjen për rikthejmë lëvizja Deçanit? Jo bre, s'po reagoj, ka institucione që merren me këto. Unë po e filloj me kismet mandatin e 5 në Kuvend Kosovës, edhe kam disa kolegë katolik partive të ndryshme politike. Besom një para gjithë muslimanve vinë ma urojnë Ramazanin, Bajramin, vallaj ata që po flasin nuk përngjojnë hiç me ata kolegët e mi katolik. Unë që ata i një për katolik të mirë, të devotshëm, o më respektoj një respektoj. Pse unë e dona më but tabel qitjeje bashkë për se cilën temë që diskutohet. Nëse vjen puna me bo diçka konkrete në Kuvend, është diçka tjetër. A bashkë se cili televizion me dhonë materiale dhe me dale, me fole, pa fondësisht, nuk po flasun sot rastësisht, kryesisht mbi përvojat e mia, edhe me shembuj të përditshmërisë, sepse përditshmëria po na ndikon e para, edhe e dyta unë nuk jam teologe. Edhe ofër një profesori që është i thirrur për këtë çështje, unë më dhon disa shembuj të cilët janë të korrigjueshëm e që ne i korrigjojmë sa herë që ne diskutojmë. Unë nuk jam teologe, nuk jap fetva asnjëherë, po jap përvojat mia, përvojat të tonat. Nuk mund me më kompleksu mu dikush pse ti e muslimane me shami, kur shamia është obligative kur hen pubertet. Kur e kon vnu në shamin, para se me hyn pubertet. Pse e kon vnu? Se më kon ansambël, valla. Veshja kombëtare ma kërkoj ke shamin. Unë s'më isha me dalë në shfaqje, pa e pas veshjen kombëtare, veshja kombëtare ka pas shamin.
Motina e pas këm pas shamina, se pas ka pru kërkush as për Turqis, as për Arabis, studioni folklorin, as një lloj i veshjeve kombëtare të Kosovës, me thonë atë Shqipnisë të Kosovës jam e sigurt, nuk është pa elementin e shamis. Pse e kom nusët një shami të bardhë? Sepse një koleg deputet, kur më kanë ftu në një debat, më ka thonë, shka, u folke diçka për ekstremizmin. Një kolege më tha, mos shka, tha ti shka vesh kur folët për kulturë, për arsim. Ai kolegu tha shkobre edhe të regoje kushje, thu joni jam që kjo, jam e qetë, nuk jam e dhënshme. Edhe vënobre labinot shamit bardë, se diqysh na tradite kemi shamin e bardë, plisin e bardë. A shifni që se cili detaj ka efekt, andaj motra dhe se cila paraqitje jona ka efekt. Çdo fjale jona është shembull. Nuk mundemi na në emër të modernitetit me u vesh me firmat shtrejta e me shkum pushime në vendet shtrejta me thonë një moderne. Ju lutem, mësë më keq kuptoni gjitha ju që ju ka thonë Zoti riske, muni mi mri këto sene sa ty ka dhe kualitet. Po nuk mund të mi thonë të drejt vetës me folë bashka dush, vesh pse ti e vesh shtrejt. Esenca, pedantëria, qëndron krejt dikon tjetër. Qëndron krejt në diçka tjetër. Unë jam rrit në lagjën që narqesh me në Gjilan, ku i ndjeri Haxhi Osmani e ka dhonë tokën më të mirë të asoj lagje, që është një lagje e madhe, për 3 institucione të lagjës. Për shkollën, për ambulantën edhe për xhamin. Unë e qëtë musliman e du. Edhe unë e qëti komuniteti i përkas. Që kjo për mu është patriotike, është fetare, është moderne, kësaj për mu kur njetë nuk i del muda. Për që bëhet një tem diskutim bulesa, herën tjetër diçka tjetër, unë e këto e kam për veti edhe kam krenarin tem. A në emër të modernitetit na po dojna me arsyetu gjithë kjo dhunë që po ndodh, të umunu mi bo fëmin se cilin ma të veçantë se tjetrin. A nuk është të trishtushme për se cilin gru, non, vajzë në këtë salë, me po lajme kur edhe 13-14 vjeqaret përfundojnë për motele. Kur në 2-3 natës prindi nuk e din ku e ka fëmijën e vetë, zëtë mës nësë provo, së s'ka met njeri pa usë provu. Po këto lëshime po bohë në emër të modernitetit. Nëse dikujt i ka ik treni me dhoni edukat saktume, mës na ik neve, ti mbojmë fëmijët pranë, ti mbrojmë familje me vlera që i kemi kombëtare dhe fetare. Mos thirremi ta jetësojmë modernitetin se mjaft na ka shtyp patriarkaliteti. Na ka shtyp, tham, i ka detyru gratë me bo punë që zbohën, po ka kalu mu ajo ko, edhe kemi qenë deri në një mas të obligum, se na kemi jetu në nësundim, s'kemi qenë të lirë si kursat. është dosh një dozë, po jo vetëm për gjinin femrore, pajtohem në këtë pjesë. Andaj, sot edhe çdo ditë, t'i kthehemi Kuranit, t'i kthehemi Sunetit, pratikave të mirëfillta të pejgamberit alayhis salam. Këshilloni aty ku këshilla bën dobi. Jo gjithmonë kemi vendin me fol, jo gjithmonë na shkon fjala, aty ku na shkon ta bëjmë me dinjitet. Islami meriton përfaqësim shumë atë mirë se që i bëjmë ne. Allahu ka garantu që ka me rujt atë dhe Kuranin deri në ditën e gjykimit. Allahu na rujt neve edhe fëmijët e tonë deri në ditën e gjykimit, ashtu që është din veç ai. E ne mos bim prej e provokimeve e temave momentale, po të merremi me esencën, le të ecim me shkencën, me zhvillimin, ashtu siç kanë bërë muslimanët e parë. Sot për shkak të kësaj konference nuk mbrina me shku në përkujtimin e Ylfete Humullit. Para me ndoni një vajzë që pak pa i mbush 17 vjetë, 2 javë pa i mbush 17 vjetë, moshën 16 vjeçare, është vranë demonstrata. Në vitin 1990, se 16 vjeçare, çfarë synime ka pas. Kjo tokë edhe ky vend u la me gjak. Për këtë tokë e këtë vend jënë bo shumë sakrifica. Për këtë tokë xhamit jënë bo shkolla, shtëpiat jënë bo shkolla, nga arsimi nuk kemi heq dorë, arsimin e kemi majt me 3%, shëndetësinë e kemi majt me shoqatën humanitare bamirë se Nën Terezë me cilën e jemi krenu për humanitetin. E nuk dohmi me leju dikuj që i teket me bot tema në Kosovë me shpërdon krejt vendin, me vazhdu matutje me shkaktu përçarje. Si shqiptar, si musliman, nuk na shkon për shtati, nuk duhemi me rënë dikem,
Zoti na e dhënë shëndetin, kemi shumë punë të mira me bo për këtë vend, le ta mbështesim njëri tjetrin, t'i japim Kosovës, shqiptarëve, islamit atë që e meritojnë. Faleminderit. Faleminderit shumë, zonja Labinota, për këto fjalë të mira. Ne i vazhdojmë tek panelisti i radhës, zoti Jeton Mehmeti, është ligjërues në Rochester Institute of Technology, RIT Kosovo, dhe studius i mediave dhe religionit. Ai ka kryer studimet në Malajzi, Hungari dhe Austri, si dhe ka ndjekur programe fellowship në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka shërbyer si drejtor i hulumtimeve në Institutin GEP dhe si kryetar i Komisionit të Pavarur të Mediave në Kosovë. Sot do trajtoj temën diversiteti në medje si pasqyrë e demokracisë kosovare. Ai do ndaj me ne perspektiven e medias dhe ndikimin e saj në formësimin e perceptimeve shoqërore. I nderuar, fjala është për ju. Faleminderit shumë për këtë mundësi që t'jem sot bashkë me juve, nderuara ambasadore e World Hijab, zonja Valbona Bytyqi, të nderuar bashkë panelist, të nderuar zonja dhe zotri. Kam pranuar me kënaqësi që t'jem sot pjesë e këtij paneli, për arsye se për 3 vite kam udhëhequr një institucion publik, Komisioni i Pavarur për Media, i cili rregullon mediat, licenson mediat, monitoron mediat, dhe një prej sfidave që kam pasur gjatë punës sime kanë qenë zera thirrje të ndryshme që t'i ndalojmë televizionet, emisionet e cilat kanë të bëjnë me fen. Një kërkesë absurde që natyrisht jo vetëm që nuk është materializuar, por gjatë kohës sonë jemi munduar që të respektojmë ligjin dhe kushtetutën dhe të kemi më shumë diversitet, të kemi më shumë programe, emisione, edhe për fen, edhe për shkencën, edhe për arsimin, për të gjitha sferat të cilat janë të nevojshme dhe të domosdoshme që të diskutohen në kuadër të mediave. Tani, keni parasysh se bashkë me zhvillimet e tjera dhe në Kosovë kemi një zhvillim të hovshëm të mediave dhe të teknologjisë. Pra, 25 vite më parë, kur dolem nga lufta, nuk kishim pothuajse asnjë televizion dhe sot në Kosovë operojnë 250 televizione dhe radio të licencuara dhe një 40 ose më shumë portale të regjistruara dhe shumë mediat e tjera të cilat nuk janë të regjistruara e të cilat thirren në emër të mediave, por që kemi dyshimet tona se nuk i përmbushin standardet për të cilat duhet t'i kenë. Pra, në Kosovë ekzistojnë media publike dhe media private, media tradicionale dhe digitale, media të televizionit, të portaleve dhe madje edhe të podcasteve. Një medium i ri, një zë i ri, një mundësi e ri për të gjithë profesionistët, gra dhe vajza, burra dhe djemë, të cilët dëshirojnë ta përçojnë një mesazh tek audiencët e tyre. Dhe këtë diversitet që e kemi në vendin tonë, e kemi fal një kornize kushtetuese dhe ligjore që lejon dhe promovon lirinë e shprehjes, lirinë e mediave, lirinë e mendimit ndryshe. Megjithse ka edhe punë për të bërë, për shembull në ligjin për Komisionin e Pavarur të Media, akoma ekziston një klauzolë aty që nuk lejon licencimin e televizioneve dhe radio për bashkësitë fetare. Pra, në këtë aspekt, bashkësitë fetare dhe në këtë rast, Bashkia Islame e Kosovës është më e handikepuar sepse akoma në bazë të ligjit nuk lejohet që të kenë televizion apo radio të vetën. Megjithatë, korniza tjetër ligjore lejon individët dhe njerëzit e tjerë të licencojnë dhe të regjistrojnë media dhe të operojnë në bazë të kornizave të tjera ligjore. Çfarë kemi sot në peizazhin ton medial? Kemi më shumë prezencë të grave me mbulesë. Dhe kjo besoj që është e dukshme, keni vërejtur të gjithë. Kemi rritje të grave me mbulesë si moderatore të emisioneve, si eksperte të fushave të ndryshme, si gazetare dhe si zëra profesional të cilët marrin pjesë në debate të ndryshme mediale.
Pra, kjo është një dukuri e cila mund të vrehet prezenca më e madhe e grave me mbulesë në televizionet dhe në mediat tona. Por ajo që duhet të them, është se kjo nuk duhet të konsiderohet si një përjashtim, apo si një trend i përkohshëm, apo si një temë për të justifikuar. Pra nuk duhet të justifikohemi përse kemi vajza më shumë si moderatore apo si gazetare në mediat tona. Sepse kjo është pjesë normale e një jete publike, e një demokracie si që ka vendi jonë. Pra është rezultati i demokracisë dhe jo i tolerancës, jo përse dikush po toleron që disa vajza të jenë në role udhëheqëse nëpër media. Është thjesht e natyrshme pra t'i kemi për shkak se e lejon demokracia jonë. Ka shumë elemente që i lejon demokracia jonë, të cilat duhet vullnet dhe entuziazëm dhe iniciativa për të shfrytzuar. Dhe një e tillë është që vajzat dhe gratë me mbulesë të jenë prezente në media në cilësinë e gazetarës, moderatorës apo ekspertës të fushave për cilat ato i mbulojnë. Dhe ajo çfarë duhet të vë fokusin është se rregulatori i mediave në pozitën të cilën kam pasur unë nuk gjykon pamjen. Pra nuk gjykon pamjen e personave të cilat udhëheqin emisione, por realisht ajo çfarë fokusohet rregulatori është etika e profesionalizmit, etika gazetareske. Dhe etika në gazetari në kupton që të raportohet vetëm me vërteta, që të raportohet me fakte, të mos ketë shpifje, të mos ketë elemente të cilat çojnë në urrëtie të komuniteteve të ndryshme apo të individëve të ndryshme. Pra, elementi i parë që shikohet nuk është pamja, por është etika e gazetarisë të cilën e bëjnë vajzat dhe gratë me mbulesë, të cilat janë aktive në fushën mediale. Elementi i dytë që shohim është respektimi i dinjitetit njerëzor. Dhe kjo sikur duket e thjesht, por ka shumë emisione të cilat në kuadër të argëtimit shpeshherë ato e neglizhojnë dinjitetin njerëzor, fyejnë dinjitetin njerëzor dhe kësaj pra duhet të jemi aktiv edhe ju si audiencë edhe të tjerët, pra aty ku shifet që në emisionet e caktuara kemi të bëjmë thjesht me mos respektim të dinjitetit njerëzor, duhet t'i raportojmë. Duhet t'i raportojmë në mënyrë që të ndalohen elementet e tilla. Gjatë pozitës time kam qenë aktiv edhe në ato emisionet të cilat kanë të bëjnë me, siç e quajmë reality show, aty ku është shkelur dinjiteti njerëzor, të jemi aktiv dhe t'i sankcionojmë me aq sa lejon ligji. Dhe elementi i tretë që duhet të kemi kujdes është gjua e urrëties. Vajzat, gratë, shumë individ shpeshherë bien dhe janë prej e gjuhës së urrëties nëpër mediat të ndryshme, qofshin ato mediat e rregulluara dhe të licencuara, apo qofshin në mediat e cilat nuk janë të rregulluara akoma, sikurse që janë platformat sociale si TikTok e kështu me radhë, të cilat kanë një shtrirje dhe një audiencë bukur të madhe në vendin tonë. Ajo çfarë duhet ta kemi parasysh është se gjua e urrëties, thirrja për të mos duruar një person në baza racore apo fetare, është vepër penale. Është vepër penale, pra që është një prej veprave më të rënda dhe këtë aspekt ata të cilët dëshirojnë të shprehin urrëtie ndaj individëve në baza racore apo në baza fetare apo etnike, duhet ta kenë parasysh se po konsumojnë një vepër penale. Dhe ata të cilët janë viktimë të një gjuhë të urrëties, dhe ky është mesazhi im, duhet të shfrytëzojnë mekanizma shtetëror. Nëse një gjuhë e urrëties ndodh në televizion dhe radio, organi kompetent për të adresuar ankesat është Komisioni i Pavarur për Media. Nëse gjua e urrëties ndodh tek mediat online, tek portalet, është Këshilli i Mediave të Shkruara i Kosovës, dhe nëse ndodh përtej kësaj, pra në rrjetet sociale aty ku akoma nuk janë të rregulluara, për fat të keq i vetmi mekanizëm mbeten gjykatat, dhe po them për fat të keq sepse te gjykatat nuk është se nuk do të jepet drejtësia, por do të vonojë drejtësia për një kohë të gjatë për shkak të sistemit që e kemi ne. Edhe kësaj pra diversiteti në media ka krijuar më shumë hapësirë edhe për vajzat dhe gratë me mbulesë që të jenë më shumë prezente dhe aktive në media. E kuptoj se shumë prej neve kemi një përshtypje jo të mirë ndaj mediave në përgjithësi, por në vend se të luftojmë
me mediat si tërsi duhet të shfrytëzojmë si mekanizëm për të përquar mesazhe, për të qenë aktiv me mesazhet tona, sepse çdo emision besoni ose jo ka audiencën e vet. Çdo emision ka audiencën e vet, ka njerëz të cilët dëshirojnë të kenë emisione të tilla dhe dëshirojnë të dëgjojnë më shumë për ngjarje apo emisione të tilla. Ajo çfarë duhet të potencojmë është që në media, të gjithë ata të cilët janë pronar apo merren me media thjesht, duhet ta kuptojnë se vajzat dhe gratë me mbulesë nuk duhet të mbyllet dera vetëm për shkak të mbulesës, sepse ato tani vlerësohen në bazë të ekspertizës, jo në bazë të pamjes. Pra janë vlerë e shtuar e një mediumi nëse ato gra dhe vajza janë eksperte, janë të specializuara në një lëmi të caktuar. Dhe kësaj pra, më duhet të përfundoj në 3 elemente apo 3 mesazhe. E para, që prania e grave me mbulesë nuk duhet të konsiderohet si privilegj, por është e drejtë e secilit. E dyta, demokracitë funksionale, sikurse kjo e vendet tonë që po mundohemi ta kultivojmë, vlerësojnë përmbajtjen dhe duhet ta vlerësojnë përmbajtjen dhe jo pamjen, dhe krejt në fund diversitetin e media nuk paraqet kurfar rreziku, por është një pasqyrë e një demokracie kosovare. Me këtë ju uroj edhe një herë ditën botërore të mbulesës, duke dëshiruar që të kemi më shumë zëra, më shumë pjesëmarrje dhe më shumë aktivizëm edhe në fushën mediale, sepse na lejon pra diversiteti jon, pluralizmi medial dhe duhet të shfrytëzohet si mekanizëm në vend se të luftohet. Ju faleminderit. I faleminderit zoti Mehmeti për gjitha këto informacione dhe këshilla se si të reagojmë në mënyrë të matur ndaj çdo lloji provokimi. Ne i vazhdojmë me panelistën tonë të fundit realisht, Zonja Jehona Hakaj. Zonja Hakaj është magjistre e farmacisë, në kryetare odës së farmacistëve të Kosovës dhe profesionaliste e angazhuar në promovimin e shëndetit përmes qasjeve bashkohore dhe natyrore. Ajo është autore e disa publikimeve profesionale dhe ka vite përvoj pune si mësimdhënëse në fushën e drogave bimore, ku ka kontribuar në edukimin dhe ndërgjegjësimin mbi përdorimin e sigurt dhe efektiv të bimeve me qëllime shëndetësore dhe ushqyese. Përmes angazhimit të saj akademik dhe profesional, Zonja Hakaj vazhdon të jap kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e praktikës farmaceutike dhe promovimin e mirëqenies në shoqëri. Tani ftoj Zonjën Jehona Hakaj të flasë me temën mes besimit dhe profesionalizmit. Ajo do ndaj përvojën e saj mbi ndërthurjen e identitetit personal dhe angazhimin profesional. Zonja Hakaj. Përshëndetje, faleminderit shumë për prezentimin, falenderoj ambasadorën Valbona edhe panelistët, edhe një audiencë ka është bukur, unë bollkem ka në për ligjërata, veç s'kom pas asnjëherë paraprakisht. Si lule po dokëni. Unë jam magjistre farmacisë dhe së fundmi jam bërë edhe eksperte ligjore e farmacisë, kështu që saj përket kontributit tim në aspektin profesional dhe farmacist është prafërsisht dikon afër 18 viteve, prej vitit 2008, dhe gjithmonë kam qenë aktive në profesionin tim. Farmacisti është një punëtor shëndetësor, profesionist shëndetësor, i cili është hallka e fundit e shëndetësisë për nga dhënia e recetës, por e para dhe e fundit për nga qasja e pacientit. Me thonë, pacienti shumë a lehtë edhe shumë a të lehtë e ka qasjen tek një farmacist, që besoj që dhe çdo njani për juve e keni bo, se sa të shkoni tek mjeku, të merrni një recetë dhe të mandit të ekzekutohet receta. Përafërsisht, statistikat e fundit në Kosovë kanë treguar që 60% të pacientave paraprakisht vinë tek farmacisti, marrin këshill dhe bojnë trajtimin e sëmundjeve. Nuk po them që sëmundjet të cilat ka nevojë për trajtim më serioz dhe për shkrim të recetës nuk duhet më marrë të farmacisti, por unë inkurajoj për virozat e lehta, për të mialgjia, dhimbje të vogla, po të bëhet konsulta me farmacistin.
Unë në rrugtimin e kom fillu në 2008 si profesioniste, atëherë nuk kam qenë mbuluar. Unë e thom një herë dhe do të them gjithmonë me za shumë të fortë se na kokën e kena mbulu me jo trunin. Edhe për këtë arsye, shumë kom qef që gjeneratat e reja, unë jam simdhënëse në shkollën mesme të mjekësisë doktorali Sokoli, dhe jam shumë krenare që vajzat tona me mbulesa janë shumë zonëse më të mira, se so vajzat tjera që janë pa mbulesë. Jo për diçka, po me të vërtet, po na jepin atë shembullin e një muslimanës të mirë që duhet me kanë, janë shumë atë sjellshme, nuk po flasit të tjerat nuk janë, po kanë kujdes në intensitetin e zonit, në të qeshur, në mësime, janë ma të përpekta. Do më thonë, na jepin një ndjeshmëri të mirë asojna që na me të vërtet përshkojna rrugës së mirë. Prej 2008-ës, unë jam mbullu në vitin 2010 dhe atëherë ka qenë shumë ma ndryshe, shumë ma vështirë. Të gjitha ju që keni pas mbulesën tani dhe atëherë dhe tani e dini diferencën. Në vitin 2010, kur unë jam mbullu, gjithë kush e ka pas të drejtën, pa qenë as pak familjar me ty dhe mu vjerë ma bon, kena një që po paguhën a është për një me, dhe ta shmet në atë pozitën që i thu, po paguna se farmaciste jam të morë rogën, pa ata ta këthejnë atë kontestin e shamis që po paguhën. Gjithë që sështë po t'i shkanë mu pagu, i këshim po një 70% grave të Kosovës, krejt me mbulesë. Edhe do burra, po psikologe edhe do burra. Atëherë, por, une në vitet e fundit e kam pa një ndryshim tek Kosovarët në përgjithësi, edhe respekti është shumë ai madh për gratë me mbulesë, edhe mendoj që ka ndalë prej ati paragjykimit, prej ati gëzofit që na me shamia nuk dina. Tash mua veç kam fillu atë me ta vlerësu ato sa e din, sa ti mundesh me e kontribu, se sa ato se si dukesh. Une në mes profesionalizmit dhe besimit nuk moj me nda, se në momentin që pacienti mund vjen në barnatore, ka më pa një femën me mbules, edhe nuk mojnë mi thona atyme që une nuk jam muslimane. Gjithë që nuk e pjesën e besimit tim, ajo vrehet nga largë. Kështu që, qka është më rëndësi, që pacienti im ta ketë besimin në mu, edhe falemderoj Zotin që shumica pacientave të mi kanë besim dhe kthehen përsëri tek unë. Bele kam edhe shumë pyetje, edhe shumë rekomandime të cilet edhe nuk i kanë pacienta, apo pse besojnë tek një profesionist si unë, kanë qef me marrë një këshill prej meje. Çka unë i kisha inkuraju, sidomos gjeneratat e reja, është me mësu. Gjeneratat e reja, gjenerata Z, nuk pe kanë shumë përqendrimin. Do me thonë edhe keni vrejtë dhe këto video që i bojnë nuk i kanë ashtë njëna ma shumë se 1 minutë e 20 sekunda, se përqendrimin e tyre nuk e kanë. Kështu që unë e mendoj që sa ma shumë na të mësojna, na të arsyetojna që të mbulesën tonë, jo që ka nevoj për arsyetim aja, por na t'i kallëzojna që na e meritojna, që na dina, që na mundemi, që na jena pak edhe ma të mira. Unë në vitin e kalum kam qenë në një vizitë studimore në Letoni, nuk moj pa ju të regu këtë gjë, edhe masi që këna vizitu Ministrinë e Shëndetësisë, nëse dilësha me ata me një herë, më ka lejke koha e drekës, edhe ata e ndalë për më presim poshtë timi prej Kosovës. Edhe unë e po falan, kur po dalë poshtë, profesori nga Kosova, i cili kemi punu bashkë dhe punoj mende, tha, për ty kem të folë, tha, shpresoj për mirë, tha, po, tha, jena shumë me fatë që të kena në ekipën tonë. Do me thonë, aty ka pas, veç unë e kam qenë me mbules, as njënës nuk ju ka drejtu me qëtë edhe normal që jam një shumë mirë. Kontributi jam ka qenë aq i madh, sa që kur jena këthyna në Kosovë, odën e farmacisëve të Kosovës e kanë shti në grupë punues për rregullimin e akt vendimit për njohjen e profesionave shëndetësore. Se në Kosova, para se me hi në BE, duhet me i përmbush labinota edhe më mirë, duhet me i përmbush disa legislatura, të cilat duhet me qenë të njëjta me BE-n, edhe për me mujtë me vazhduna. Tash unë si farmaciste, ata e ka njohjen e 7 profesioneve, e ndërta bën pjesë dhe farmaciste, duhet me qenë në vi me të gjitha ligjet e bashkimit evropian. Unë e kom ri, ka të është zoti, ma ka që ato që me përkushtimin që kom bua tje, kërë nga këthy, odën e farmacistëve të Kosovës e kanë shti në koncept dokumentin për bërjen e njohën e kvalifikimeve shëndetësore. Gjë që është shumë e madhe,
për mu se unë jam e para farmaciste me mbulesë e cila kom punu në Prishtinë, në rajonin e Prishtinës. Për pos Prizrenit, unë nuk e di që ka pas më përpara, as teknike, as farmaciste, po flas për 2010-ën. Unë jam e para farmaciste që ka marrë pjesë në kuvendin e Odës. Unë jam me mbulesë. Unë jam e para farmaciste me mbulesë që jam gjendë në kryetare. Po, unë shumë shpesh para se me shku se kom pas mbi 60 takime me të përfasus të huaj të Kosovës, që ku hym pjesë banka botërore, ekspertët e farmacisë nga të gjitha shtetet, ambasadorët, gjithë mund thëmë, o zët, mund sëma mos muni inferiore, edhe mund sëma me jepë më të mirën temën, që me dalë faqe bardë për qëti takimit, se e kam shumë të rëndësishme se ju e dini shumë mirë, nuk thoi një hojna, thojna ja me shami. Unë e presje kom vendosë mbulesën munona dhe rrugën, mos me kalu ku s'ka zebra. Se gjithmonë thojnë, adin nuk etiketohesh ti, nuk etiketohesh ti si e honë, se ata nuk e din ku shë e honë, apo da vojnë, ku e ka edukatën shamin e ka vnu, apo del ku nuk duhet. Shto që nuk muj me ndo profesionalizmin edhe besimin. Ndoshta për këto 18 viteve të mija, shumë pak kom pas nga cmime negative nga pacientët. Një që ka po du me thonë me juve, se generatat e reja janë shumë të hapura, generatat e reja shumë të pranojnë, generatat e reja nuk të paragjykojnë nga pamja, shumë kam beta ajo mosha 50-55 e tutje. Me shkollën bashkë kemi dalë në shesh dhe kemi pas promovimin e ditës e diabetit. Vjen një zotni, unë e kom pas mantillin e bardë, me thonë sa më me kanë ma bardë se labinotja, që u tha që është e bardë, ma bardë se labinotja, edhe i kryti shërbimet, e mati tensionin, e mati glikemin, dhe në fund për më thithë, tha mu, që tha fërt për më pengaj, ka tha veshja jote. Tha sa interesant e shërbimet që ti bona hisë pengun. Po, dhe më thane shfrydzoj rastin i boni krejt mati, dhe ma në fund thash, që të lutem, thash, ose shtash, se na ishim normal ishim me një projekt i cili ishte organizuar edhe prej komunës, thash, që ndërrum zotni, tani, ose që është tash e liron vendin, thash, ose ta thras policin. U avullu. Do më thonë, na duhet me dit edhe deri ku mujna mi leju me na u qas, se ka njëherë na dhe të munu mu bo shumë të buta, dina ta me kalu kufinin. Kështu që demokracia e drejta jote është deri në atë pikë ku nuk e cënon temën. Saj, për këtë demokracisë, unë e punojnë banatore 2 vitet e fundit, të mërësisht keq i kena punt me amoralitet, me prurje të femnave prej sjasht, me të cilat unë e mo nuk e dia i kontrolon a i kush, të cilat një fjallë gjuhë shqipe nuk ta din me ta fol, edhe me që ju të regua që farmacisti është kontakti i parë, vinë, kërkojnë shërbime, edhe mbetet për të ditur se qëfar mund punë me bo ato këto. E që ajo, që kjo mbulesa jonë, që kjo islami jonë, që kjo na i garanton një krenari të cilët ata që nuk e kanë besimin dhe nuk e kanë mbulesën, nuk e kanë. Ju falenderoj shumë, edhe shpresoj të shihemi vetëm së miri. Faleminderit shumë, zonja Johona, për këto fjalë. Në këtë moment veçantë që lidhet me lëvizje globale, ju ftoj të ndiqni një video mesazh nga Nazma Khan, gruaja e parë, domethënë e cila filloi lëvizjen e World Hijab Day në botë, një zë që ka bashkuar miliona gra në mbar botën, na bashkohet sot përmes një video të shkurtë dhe me një mesazh përcjellës. Assalamu alaikum and happy World Hijab Day. My name is Nazma Khan and I'm the founder of World Hijab Day, which I founded in 2013. Growing up in New York City, I faced discrimination for wearing the hijab. Those experiences stayed with me and inspired a simple but a powerful goal: to live a world where my sisters do not have to face discrimination for wearing their hijab. That is why events like this are so important. I want to sincerely thank the organizers for making this possible, and to everyone participating today for showing up with openness and respect. These gatherings spark meaningful conversations, challenge stereotypes, and help build bridges of understanding, one community at a time. Thank you for being part of this global movement. Together, we are moving toward a world led by hope,
compassion, and understanding. Happy World Hijab Day. Konference, falenderim nga zemra për mbështetjen dhe për partneritetin që vazhdoni ta keni me këto organizime. I kemi sponsorët që na mbështesin gjithmonë, Radio Pendimin, M Studio, butikun Aksa me Gentën që kemi prezente këtu, pastaj Gift by Fjolla, Begler Coffee and Sweets dhe Leila Feta Fashion Designer. Faleminderit shumë. Falenderoj panelistët secilin veç e veç për këtë elaborim të bukur të kësaj teme dhe tani e kemi këndin për pyetje, kushdo që don të bëj pyetje është I lirë, domethënë në mënyrë më konkrete dhe sa më të shkurtë dhe më të qartë. Selam aleikum. Ndjej kënaqësi që jam në mesin e juaj dhe trajtohen këto tema. Fatkeqësisht më vjen keq që edhe në këtë vit paragjykohemi dhe bisedohet ende për mbulesën, pasi që është në liritë e drejtat themelore të njerëzit. Po, me qenë se 2 herë u prek tema e moralit në këtë eveniment, unë do ta lidhi pyetjen me këtë. U përmend edhe nga Labinota që motelet janë problematika e Kosovës, gjithashtu përmend edhe për gratë e huaja të cilat po sjellen në Kosovë. Dhe me qenë se kemi prani edhe të legislativit, unë do ta pyes Labinotën çka po ndërmerret në këtë drejtim. A është duke u ndërmarrë ndonjë hap konkret në mbylljen e këtyre vendeve të cilat po marrin shumë jetë pleqve, trive, po bëhen vrasje, nuk identifikohen njerëzit të cilët hyjnë dhe dalin, domethënë janë qerdhe edhe vatra të kriminalitetit, prandaj hapat konkret do të kishin qenë besoj në interes të gjithë neve në këtë problematikë. Ju faleminderit. Faleminderit për çështjen dhe për pyetjen profesoresh Imrane. Vjen mirë që takohemi edhe një herë në këtë eveniment dhe në evenimente tjera. Pyetjet e juaja gjithmonë janë ambicioze dhe stimulative. Sigurisht se këto janë pyetje për shërbimet e sigurisë në vend, por janë një realitet që po ndodhen te ne. Esenca fjalës sime ishte tek kujdesi I shtuar, domethënë I familjarëve, I prindve konkretisht. Unë e ceka vetëm si lajm të fundit, dhe për përgjigje konkreta është diçka duke ndodhur, as nuk e kam si informacion, meqense legislative ju e dini që nuk ka fillu punën zyrtarisht ende legislativi I ri, por e di që është punu në drejtim. Tash pa dosh me involvu zonjat në uniform, ndoshta kanë informata shtesë, ndoshta nuk është koha me dhënë ato informata, sepse këto shkojnë edhe me shërbime sekrete, jo gjithçka bëhet publike, por ajo që ka del në publik edhe na dhem neve si shoqëni është ky fakt. Unë dola një ditë një mjeshtër me rregullu gomat e veturës dhe më tregoj që një djalë 15 vjeçar ju ka ardhur në ambulantën të Hanidilit, s'di që shquhet ajo pjesë, dhe kur I ka vënë oksimetrin, e ka po që s'është mirë me frymarrje, ka thonë ka marrë veç alkool, ajo hiç ka qenë maci alkoolit, ka thonë jo, ke marrë diçka tjetër, jo veç edhe pak drogë, edhe tha u dash me thirr babën e vet në 2 natës, ai shkon xhëm, hajde merr djalin e kim filan ambulantën. Nëse neve diçka na ka rujt prej paragjykimeve dhe edukatës që e posedojmë sot, është kontribut I prindve tonë direkt. Esenca e fjalimit tim ishte të mos heqim dorë nga tentativa me mbajt afër fëmijët edhe me u fol për dukuritë negative, domethënë në emër të modernitetit. Sepse kemi edhe raste edhe kur dhuna në familje shfaqsohet ose zbutet edhe kur është vrasëse, vetëm se burri ka qenë në ndikim të alkoolit. Domethënë arsyetimi me një dukuri negative. Këto janë tema që trajtohen sigurisht edhe në kuvend dhe me personat prezent këto. Po. Po, sigurisht, po. Nuk janë çështje që nuk janë çështje që nuk
që nuk bisedohen sepse nuk janë çështje që po i zbuloj unë ose ti. To janë çështje që bisedohen edhe po janë buat shumë. Po ankon edhe banorët e fshatrave, nuk e di cili fshat i Fushë Kosovës ja harrova emrin, kishte numra çaq të madh sa mjafton se cili delegacion që na vjen neve prej jashtë, veç prej aeroportit deri në Prishtinë, çka dominon edhe çka sheh. Edhe jemi na çata që e meritojmë qatë pamje. Po, do me thonë, është dukuri që po na brengos, sikur që këto burojnë do me thonë prej shumë gjaneve tjera. I ki fmit në për shitore që blejnë edhe këto vepa dhe alkohol edhe shumë gjana tjera që njona pas tjetër si kontribojnë edhe qojnë deri te ajo e fundit, e kjo na ka botu mënu mu kompleksu qatë shumë me modernitetin mu bo prind ekstremisht lojal. Faleminderit. Faleminderit shumë për pyetjen, faleminderit edhe për përgjigjen. Okej, e marrim edhe këtë, se jemi ngosht me kohën. Selam aleikum, jam Zejnepja, teologa dhonë. Nuk do të thotë që në këto konferenca me pas veç pyetje, ka njëherë do të me përshëndet edhe organizimin. Unë ndihem shumë krenare që World Hijab Day Kosovo ka arrit në vitin e 8 të saj dhe pak për bën një bujleu në saj. Krejt kjo falë punës palos me zonjës Valbone Bityqi, që për cilën, si që tha Labinota, unë jam produkt i kësaj e asaj, unë e kësha me thonë që jam produkt i 3 femra me shumë ndikim këtu në Kosovë, cilat kanë qenë nismëtare dhe mbesin nismëtare të pakrahasueshme për punën e tyre që kanë bërë. Po filloj me profesoreshën Besa Ismaili, që sot nuk është prezent këto, po në kohën kur ne kemi qenë nxënëse dhe studente, kur ka fol profesoresha Bes, ose kur ka bërë organizimet profesoresha Bes, kanë qenë të pakta, edhe fillimisht edhe kanë qenë të pakta edhe femrat me mbulesë përgjithësi, gjë që unë e çmoj sepse nismat gjithmonë e bëjnë vetën. E dyta, hovi më i madh i femrave me shami në jetën publike, zyrtare, e ka marrë prej kur e kemi Labinotën konvent. Po i drejtohem me emrin Labinot, se e kam shoqe, ju o zonjë, nismat e tilla, do më thonë, japin fuqi. Na më herët, se cila në mënyrë vetanake, personale, kemi bo se cila diçka. Mirë po, kur diçka bëhet madhore dhe futet edhe brenda shtetit, institucionit, normalisht që jep fuqi tjerave dhe jep liri dhe hapësirë dhe jep motiv për me vazhdu tutje. Dhe fundit, ju për nga rëndësia, po për nga mbëlsia, kësha të ishtë në thonë, për mu është Valbona. Une aspektin profesional si teologe që sot e kom, që toshka e kom deri këtu, dhe më thonë, diplomen e kom marrë medrese në fakultet e krejt, po gjithmonë neve na duhet praktika për me e jetësu ëndrrën tonë edhe për me e tregu veten ato çka e dim, apo për me dhënë zekatin e asaj çka e dim. Mbështetjen më të fortë profesionale deri tash e kom pos prej zonjës Valbone Bityqi. Unë gjithmonë them, kur ju flas tjerëve, unë e di që shumica e njehni Valbonën këto, si figurë, si personalitet, unë e njeh shumë nga afër. Valbona është institucion në vete. Ato çka e ka bë Valbona deri tash, jo pse na s'kemi bë, krejt kemi bë, po të rralla janë femrat dhe gratë e tilla. Valbona ka arrit me bë institucion në vete, dhe kështu që urojmë të mrim edhe jubileun e kësaj konference, jo për me undal tutje. Nuk është që dikush para saj nuk ka full për mbulesën, kanë full teologe, mualime, hoxhallar, shumë të mëdhaj, mirë po Valbona në formë zyrtare hapi këtë kauz në Kosovë, e që sot jemi në vitin e 8 edhe inshallah kemi edhe konferenca dhe vite tjera. Ju faleminderit shumë për organizimin, për këtë konferenca që na i sillte, inshallah ne kemi të mirë. Faleminderit shumë. Atëherë, diskutimet e sotme, dhe me thënë nga panelistët, i shpallim të mbyllura dhe dëshiroj të shpreh virgojën time të sinqertë për kontributin e secilit prej jush në realizimin me sukses të këtij organizimi.
Diskutimet e sotme janë dëshmi e rëndësisë së dialogut të hapur dhe profesional në trajtimin e temave që kërkojnë ndjeshmëri, profesionalizëm dhe përgjegjësi shoqërore. Shpresojmë që ky organizim të ketë shërbyer si një hap i rëndësishëm drejt formimit të kulturës së tolerancës, respektimit të ndërsjellët dhe bashkëjetesës harmonike në komunitetin tonë. Le të largohemi nga kjo konferencë me më shumë mirëkuptim, me më shumë empati dhe me angazhim për të promovuar respektin dhe barazinë në çdo hap të jetës sonë. Në emër të organizatorëve ju falenderoj për pjesëmarrje, për kushtimin dhe kontributin tuaj. Me këto fjalë shpall të mbyllur konferencën e 8 kushtuar mbulesës. Faleminderit edhe një herë dhe paqen një pasdite të këndshme.